إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أنكم غدا بين يدي الله واقفون ستسألون عن أعمالكم وأقوالكم اللهم يسر لنا الحساب وقنا العذاب برحمتك يا عزيز يا تواب. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, u ndalëm në herën e kaluar me një hyrje dhe një parathënie të asaj që njihet ndryshe si devotshmëria në Islam, rëndësia e saj, ato të cilën e ka përkufizuar i nderuari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ku thot: "At-taqwa huwa al-khawfu min al-jalil wal-ridha bil-qalil wal-isti'dadu li yawm ar-rahil." Devotshmëri do të thotë të friksohesh prej Zotit vazhdimisht. Pra të friksohesh prej Zotit vazhdimisht, kanë thënë, të friksohesh ose të jesh i kujdesshëm që Allahu mos të shohë në një gjendje që Zoti e ka ndaluar që njeriu ta veprojë diçka të tillë. Të pajtohesh me të paktën që ke dhe të përgatitesh për ditën kur do të qëndrosh përpara Allahut, për ditën kur do të largohesh nga kjo botë dhe do të qëndrosh përpara Zotit të gjithësisë. Jo rastësisht Allahu me madhnit vet fjalën e tij të fundit nga Kurani famlart e ka pikërisht për këtë, për devotshmërinë. Në drejtohet i madhnueshmi Allah dhe thot: "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." E ju friksojuni ditës kur do të qëndroni përpara Allahut subhanahu wa taala, ku që se i cili do të marrë atë çfarë ka vepruar dhe askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Pra devotshmëria, të nderuarit e mi, është zbatimi i urdhrave të Allahut subhanahu wa taala në formën më të mirë të mundshme, sipas asaj që Allahu i ka diktuar krijesave të tij, vazhdimisht duke fajisuar veten për veprimet e ndryshme dhe gabimet e ndryshme të cilat i ka bërë, dhe jo duke kërkuar justifikim për të, ashtu siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "El-kayyisu man dana nafsah." I zgjuar dhe i mençur është ai i cili fajson veten. Pra nuk është e rëndësishme të deklarosh fajtor tek të tjerët, por midis teje dhe vetes tënde të fajsosh veten, të mos kërkosh vazhdimisht justifikim për veten tënde. Kjo është grada ose gradat e devotshmërisë të cilat nuk duhet të diskutojë as pak besimtari. Thjeshtësia, modestia, duke ditur se nuk është vepra ajo e cila ja bën të mundur, domethënë, realizimin e një shpëtimi apo realizimin e një grade, por është mëshira e Allahut. Allahu xhelle xhelalu, meqense jemi dhe para pragu të Kurban Bayramit, Allahu xhelle xhelalu në Kur'anin e tij famlar drejtohet dhe thotë:
Len yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tek Zoti nuk arrin as gjaku, as mishi i kurbanit, por tek ai arrin kush? Devotshmëria. Çdo vepër të nderuarit e mi që të arrijë tek Zoti, të arrijë e pranueshme, duhet të ketë në vetvete devotshmërinë. Devotshmëria është sinqeriteti me Allahun, ta veprosh vetëm për Zotin subhanahu wa taala. Devotshmëria është ta bësh ashtu siç Zoti dëshiron, jo sipas koncepteve tua në jetë. Ndoshta mund të jesh i sinqert, por nuk je konform asaj që Zoti ka diktuar. Ndoshta mund të jesh i saktë në formën se si e vepron, por nuk je i sinqert. Gjithsesi i cili do marrë atë të cilën e ka vepruar. Devotshmëria të nderuarit e mi pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka përshkruar në një hadith të tij duke na thënë se ajo është këtu. Ka bërë me shenjë i dërguar i Zotit alayhi salatu wasalam, por ky është fundi i hadithit, të cilin do e përmendim. Thot at-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna. Devotshmëria është këtu, bën me shenjë thot nga zemra 3 herë. Dhe kur i përsërisë profeti alayhi salatu wasalam gjëra të tilla, fjalë të tilla, terma të tilla, veprime të ndryshme, i përsërisë për treguar rëndësinë e tyre. Bihasbi imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim, i mjafton thot njeriu si e keqe që ai ta poshtrojë dhe ta nënçmojë tjetrin vllain e tij. Kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haramun maluhu wa damuhu wa 'irduhu. Çdo besimtar e ka haram gjakun e tjetrit, nderin e tjetrit, haram maluhu pasurinë e tjetrit. Pra, ka një shenjtëri të cilën duhet ta zbatojmë në jetë për të arritur këtë devotshmëri, për të vërtetuar devotshmërinë e adhurimit në lipset devotshmëria e praktikës dhe marrëdhënies me të tjerët. Ndaj dhe i dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin sapo përmendëm fundin e tij, e nis dhe thot: la tahasadu, mos kini zili njëri tjetrin, wala tanajashu, mos stimulonin shitblerje. Çfarë ka për qëllim mos stimulonin shitblerje? Një person ka nisur çes dhe 1-2 të futet për të ngritur vetëm çmimin, nuk ka për qëllim të blejë. Vetëm për të ngritur çmimin. Pra mos stimulonin shitblerje, pra mos aktroni me sinqeritetin e tjetrit. Pra thjesht për ta nxitur tjetrin që ai të arrijë këto të ardhurat e tij, të arrijë të finalizojë shitjen, çfarë bën pra? Futet një i tretë me marrëveshje dhe përpiqet e blejun me kaq këtë. Wala tanajashu, wala tabaghadu, mos urrejni njëri tjetrin, pra mos u shihni urrejtjen. Nuk është feja jonë, feja e urrejtjes. Feja jonë është feja e harmonisë, e dashurisë, e afrimitetit. Njerëz të cilët domethënë adhurojnë Zotin për 5 herë në ditë dhe nuk dinë se cila duhet jetë lidhja e besimtarit me atë të cilin e ka për krah. Mendojnë disa se personi të cilin e ka për krah nuk po adhuron Zotin xhelalu apo diçka tjetër. Pronari i fesë valli i tij, ki frikë Zotin, se nëse do të vazhdosh në këtë rrugë vallahi ke për ta psu keq. Profeti alayhi salatu wasalam kur me dikë undante e përcillte ndër gjërat, ndër lutjet e fundit pasi ishte porosia, domethënë për devotshmërinë, për frikën prej Allahut subhanahu wa taala, thonte astaudiullaha dinakum. Ju fen tëndi e leja amanet Allahut pra të ketë në përkujdesje Allahu ty vazhdimisht. Kjo është devotshmëria të nderuarit e mi. Por devotshmëri me paragjykim, devotshmëri me nënçmim, devotshmëri me persekutim, kjo nuk ka vend në Islam. Wala tadabaru, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit. Pra mos ja kthe shpinën njeriu i cili në një çast të jetës tij ka nevojë për ty. Ti je gënjen dhe i kthen shpinën atij. Wala yabi' ba'dukum 'ala bay'i ba'd. Dhe të mos ndërhyj askush në shitblerjen e tjetrit. Pra dikush është në pazar e lartë, hale se ta jap unë më lirë, duhet me pas frikë Allahun xhella xhelalu.
Ditën kur devotshmëria sundonte të nderuarit e mi tek tregtarët musliman anë mban botës, kishim të tillë të cilët kur shkonte blerësi për të blerë dhe ai e kish bërë shitjet e tij në ditë, thonte, shiko, të njëjtin mall e ke edhe tek fqinji im, se un kam shitur mjaftueshëm sot, elhamdulillah, po shko tek ai se nuk kam parë shumë çes. Ky është ai i cili domethënë dëshiron të ndajë të mirën me tjetrin. Jo të hedh baltë mbi tjetrin. Të konkurrojsh po me sinqeritet, me dinjitet, me ndershmëri. Jo të konkurrojsh me pabesi. Jo të konkurrojsh duke përbaltur tjetrin, sepse ke ti synimet e tua në jetë. Absolutisht, ne do të qëndrojmë një ditë para Allahut subhanahu wa taala. Dhe fjala e Aliut radhiyallahu anhu pra kur thotë të pajtohesh me të paktën, shikoni se si e reflekton i nderuar Imam Buhariu rahimahullah. Imam Buhariu është një ndër ata dietarë i cili e ka ushtruar edhe profesionin e tregtisë. Në një ndër këto udhëtime të cilat e kish aplikuar në jetën e tij, i shkon dikush dhe i thot mallin të cilin e ke sjellur, a e ke deklaruar, domethënë për shitje? Pra e ke publikuar, e ke nxjerrë në treg për shitje? I thot akoma jo, po inshallah nesër me shpresë Zotit, domethënë mendoj që në ditët në vijim do ta ekspozoj për ta shitur. I thot atëherë, nëse e ke për ta shit, pra ai e kish parë mallin të cilin e kish sjell, nëse e ke për ta shit, thot me këtë vlerë kaq që ofroj unë. Nuk foli, as po, as jo, as gjë. Thë inshallah kur ta nxjerrim, flasim. Domethënë, deri këtu është plotësisht i lirë, nuk ka rënë dakord. Ndërsa por e dakord, nuk ka shiko se e gjeta më lirë apo e gjeta më shtrejt apo ku ta di unë. Të nesërmen kur ai do e ekspozonte për ta shitur, i vjen dikush i cili ofron 2 fishin e këtij të parit. I thot Imam Buhariu, thot e kam zënë, pra e kam prenotuar. Thot kur e shite hoxh se ti dje erdhe. Me të thënë drejtën, thot që të jemi sinqert, nuk është se e kam shitur, por më erdhi filani dje dhe më propozoi këtë çmim. Pra ky ofronte 2 fishin. Dhe nga çasti që ai më propozoi, e vërtet që nuk i thash që kemi rënë dakord, por të them drejtën dhe me zemër, ja kam dhënë atij. Dhe nuk duhet t'i prish çështjet e zemrës time. Nuk duhet t'i prish çështjet e zemrës time. Pra dëshiroj t'i përmbahem kësaj. As nuk e kishte urdhër fetar. Por kështu të nderuarit e mi, devotshmëria synon diçka tjetër. Devotshmëria nuk synon vetëm hallalin dhe haramin, por shkon përtej kësaj. Devotshmëria synon t'i përjetoj këto fjalë të profetit alayhis salam dhe t'i bëj ata të jetueshme. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe jeni thot vëllezër dhe robër të Allahut dhe vëllezër në fenë e tij. Këtë është ajo që synon devotshmëria, afrimiteti me Allahun, ajo që synon të jesh pranë krijuesit në dynja me veprën tënde, për të qenë pranë krijuesit në ahiret me shpërblimin e Allahut, dhe lutim Zotin ta bëjë prej tyre. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Të nderuarit e mi, devotshmëria nuk është garanci vetëm për ty. Është garanci edhe për të ardhmen dhe për ata të cilët do të rrjedhin nga ty. Ndaj dietari i shuar Sa'id ibn Musayyib i drejtohet një ditë prej ditësh djalit të tij dhe i thotë: unë do ta shtoj namazin tim, edhe këtë do ta bëj për ju, për fëmijët e mi. Këtë do ta bëj për ju, për fëmijët e mi. Pra me shpresën që mos të humbasin këtë lutje, mos të humbasi ky namaz dhe të përkthehet në pasim që do të vijë nga trashëgimtarët tanë. Nga e mori këtë, ajo që Allahu subhanahu wa taala thotë në surën Kahf, wa kana abuhuma saliha. Në historinë e Musait alayhis salam dhe të Hizrit, Zoti Gjithësisë na përmend një fragment kur ai Musai radhiyallahu alayhis salam shkon në një zonë dhe në gjëra të ndryshme që ndodhin në atë zonë ndër të tjera, domethënë ishte dhe ndërtimi i një muri. Ndërtimi i një muri nga ana për njerëz të cilët nuk i ofruan fare as mikpritje. Dhe kur e pyeti domethënë atë
El Khadir ose Hizrin se përse e bërë diçka të tillë, i tregoi se aty ndodhej një pasuri për disa jetim, babai i cilëve kishte qenë njeri i devotshëm. Pra ti e garanci dhe për të ardhmen. Nuk je garanci vetëm për veten. Dhe ne të nderuarit e mi nuk duhet jetojmë këtë dynja vetëm për veten. Duhet jetojmë këtë dynja për gjithë, jetojmë për Allahun subhanahu wa taala në radhë parë, për të vërtetuar dashurinë që kemi për Zotin ton, por në radhë dytë pastaj të jetojmë edhe për të tjerë duke ndarë këtë të mirë me të tjerët. Ndaj kjo devotshmëri është garanci për të ardhmen tënde. Zoti xhelel xhelalu e përshkruan dhe thotë: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Me të vërtetë që ata të devotshmit do të jenë në xhenete, në kopshte të mëdha, të cilat kanë lumej, një podium të veçantë tek Zoti i tyre, i cili është sundues i plot. Ky ajet do ishte një ndër ajetet më të dashura për Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, sikurse e ka përshkruar dhe nxënësi i tij Ibn Qayyim rahmetullahi alayhi, ku thotë që ky ka qenë ose kjo ka qenë fjala e fundit e hoxhës nga dynjaja. Nëse nuk do kishte jetuar me këtë, a mund të kishte një fund të tillë? Nëse nuk do kishte jetuar me këtë dashuri, me praktikën për të tillë gjë, për rrugën e devotshmëve të cilat të çon ke Zoti xhelel xhelalu tek kënaqësia e Allahut, a mund të kishte një fund të tillë? Sepse profeti alayhi salatu wasallam na ka njoftuar se njeriu e mbyll jetën me atë të cilën ka patur më shumti për zemër, atë të cilën domethënë ka zbatuar më shumti gjatë jetës së tij, ashtu do e mbylli jetën. Mirë për atë person ku e brendshmja e tij është në kundërshtim me të jashtmen të cilën e publikon dhe ekspozon. Devotshmëria, siç e përshkruan profeti alayhi salatu wasalam, fillon në zemër, por përkthehet në virtyte, përkthehet në vepra. Lutemi ty i madhnueshmi Allah na falë na mëshiro. Na bëjë Zot për të devotshme në dynja me praktikën tonë, na bëjë na grumbullo, na të bëjë Zot me të devotshëm në ahiret. Lutemi ty i madhnueshmi Allah, na i falësh gjunahet tona, lëshimet tona, gabimet tona, taksiratet tona. Ti përmirësojsh dhe të na mundësosh ti përmirësojmë ato. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah, mos na lë gjunaf pa fal, mos na lë lutje pa pranuar, mos na lë hall pa na e zgjidh. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah për muslimanët anë mban botës kudo që ata janë, Zot, derdh mbi ta mëshirën tënde, stabilitetin tënd, udhëzimin tënd, unitetin i cili të afron për tek ti. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah që ditën tonë më të dashur, ditën tonë më të mirë, ta bësh ditën kur do të takohemi me madhnin tënde. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah që atë Kur'anin ta bësh pranver për zemrat tona. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah ta bësh ndriçues për jetën tona, kushtetues dhe udhëzues dhe orientues në jetën tonë. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah, kështu sikurse na mundsove të mblidhemi këtë vend begat, në këtë ditë begat, për të madhruar madhrinë tënde, na mundsoj madhruar i Allah, që të gjithë bashku, bashkë me familjet tona dhe të gjithë ata të cilët i duam dhe na duan për hatrin tënd, të tubohemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور من فؤادي